Funksioni primar I teatrit nuk është edukues. Teatri nuk është shkollë. Nuk është edukim të thuash paska dhe kështu njetë. Si kjo që po shoh. Funksionin rreth parë mbi të gjitha I teatrit është të të krijojë një lloj pështjellimi për mira për keq. Mendoj unë. Po. Se nuk është absolute. Më shumë të ngrërë pyetje se sa të t'jap përgjigje. Dhe ti bësh një pasqyrim halleve dhe gjithë atyre gjërave që të rrethojnë ty në raport me atë me të cilën pe. Nuk është teatri për të ndarë sikur po shef një telenovela, se ky është, ja ç'është ky papa, e ke parasysh këto gratë në përshpi kështu dhe papa, ju mos I fol, nuk është ky. Teatri duhet me gjetë një gjë dhe ke ai që perceptohet si villain, si personazhi I keq, duhet me gjetë një gjë. Edhe ka ai që perceptohet si personazh gri, pra që është plotësues, duhet me gjetë një gjë që çat lëviz nga brenda te kjo që pe. Problemi I tmerrshëm dhe pse është kthyer edukativ, mendoj unë, teatri, pra ka marrë rolin e mësuesit, është që na ndodh vetëm ne në vendet e ish republikat dhe popullore socialiste. Se për fat keq filloi teatri dhe të quaj popullor. Ashtu dhe u bë popullore gjëja. Tani imagjinoj që në teatr për qindra mijëra vjet me radhë kanë shkuar vetëm fisnikëria. Dhe nuk është se shkonte fisnikëria se kishte mundësinë të paguarit, shkonte fisnikëria se kuptonte një gjë ndryshe nga pjesa tjetër e popullsisë për shkak të edukimit që merrnin. Dhe ato që shikonin aty ishin halle një bote shpirtërore krejt tjetër nga hallet e një bujku. Po. Dhe ke republikat sovjetike, popullore, socialisto, mërlytyrore, siç ishim ne pastaj, u bë popullor teatri, duhet shkojnë të gjitha. Dakord, të gjithë shkojnë. Vetëm se ka shfaqje që janë për të gjithë, ka shfaqje që nuk janë për të gjithë. Me gjithë respektin, dhe këtë e kam thënë dhe në një emision tjetër, nuk ka, për mua personalisht, nuk ka profesion më të respektueshëm e thënë në mënyrën më edukat mundshme se një fermer, se një bujk. Kam një respekt të jashtëzakonshëm, sa herë ushqem tavolinë dhe shoh që kam speca domate, më vjen ai bujku që I ka ra kazmës asaj, më fal, shatit. Atje gjeditën është një punë realisht shumë e rëndë. Për të prodhuar që ti ta kesh tavolinën plot, po drejt që e mori nuk e merr dot zotrin apo zonjën, që nuk ka shkollimin e dur, nuk ka asgjën e dur, ta marrësh dhe të shikoj Hamletin atje dhe aq më tepër mas 8 orëve punë. Dhe për më tepër t'jap edhe një mendim duhet puthet as duhet puthet Hamleti me Ofelin atje se është faqe mikroborgjeze, e kupton? Është faqe mikroborgjeze thot, ndërkohë që vetë Hamleti është borgjez. Po pra ne po puthet se është borgjez, çfarë? Ku ai fisnik princ në Danimark atë, kupton? Ku ti? Se s'do më përmend emra fshatrës që mos bëhet shifat e shatin aty, të falenderoj, je nderuar shumë. Dhe kjo ndodhi që teatri mori rol edukues. Jo, nuk është për të eduku. Është për e përdorin gjithë kolegët e mi në të gjitha llojet e fushave, po unë I druhem shumë asaj fjalës, katharsis. Nuk kupson nga çdo shfaqje katharsis. As ata që interpretojnë nuk kupson nga çdo shfaqje katharsis. Ka shfaqje ku pson një gjë, ka shfaqje ku nuk pson gjë. Nuk e di çfarë titull mund të t'jap të kohëve të fundit që janë vënë në sken, po kam frikë që po t'i përmend njerëzit do reagojnë se do mendojnë që kam një gjë personale, po të vësh komedi, alla stand-up komedi, ore sekond, mos prit që të kesh një rol edukues tek ata, të psojnë në një gjë. Më vjen morti që në Shqipëri nuk vjen shfaqje që pështjellojnë.